Hoxh, namazet s'po I fal dot në rregull, sepse thot jam sa në shkollë dhe në punë, dhe namazet e humbura, a mund me I fal më vonë? Unë të këshilloj që namazin me fal në kohë, pra me u përpjek namazet me I fal në kohë. Nëse ndodh që të kalon ndonjë namaz e harron, apo pra u angazhove dhe të kaloj, atëherë në momentin që e kujton, e falat namaz. Pra mos me leju që namazi me të kalu pa e fal. Aty ku je, për shembull në punë, veçohesh diku 5 minuta e fal namazin. Në shkollë, veçohesh diku e fal namazin. Mos me e lënë namazin, sepse namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allahu I lartësuar thot në Kur'an, namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Pra, erdhi koha namazit, ke hapësirë normal, për shembull dreka, ke hapësirë nga koha kur hyn deri para ikindis me e fal. Allahu I rujt.